Ne do jemi lagje, fshat me fshat, në gjithë fshatet e komunës së Temalit, për të bërë verifikimin e çdo nevoje, jo vetëm të familjeve në nevojë, por dhe problemeve të arsimit, të shëndetësisë, të pritave malore dhe çdo problem tjetër që do të jetë, ne do jemi pjesë e verifikimit në terren të çdo situate që ndodhet në këtë fshatra. Kandidati i Partisë Demokratike, i shoqëruar nga drejtues të shtabit elektoral, kanë vizituar nga afër disa nga fshatrat e komunës së Temalit. Ato janë ndalur në fshatin Toplan, ku kanë parë gjendjen e rënduar si një zonë e harruar prej vitesh. Në këtë takim, Hila ka garantuar banorët se kjo gjendje do të ndryshojë shpejt. Unë ju garantoj që brenda një periudhe të shkurtër dhe po t'japun edhe afate kohore që brenda vitit të parë të mandatit të ardhshëm, unë do të garantoj një autoambulancë që do t'jetë në qendër të komunës. Me qëllim që asnjë nga banorët, për çfarë do lloj urgjence, për t'u drejtuar, qoftë tek qendra shëndetësore e Bashkisë Madhe, apo larg qoftë edhe për Shkodër apo Tiranë, ne do të garantojmë një autoambulancë vetëm në shërbim të banorëve të komunës të Temalit. Do jetë transporti ujor, që do ketë një orar të disiplinuar me pika ndalimit, stacione, për t'ju ardhur ndihmë, për të punë jemi këtu ne, për të bërë një kontratë dhe një marrëveshje me ju. Rruga nga Bregu deri këtu në qendër, brenda vitit parë do të jetë e kalueshme. Kryetari i grupit të punës për PD në Vaudez, Gjokul Dedaj, gjatë fjalës së tij ka kërkuar mbështetjen e banorëve për të ndryshuar gjendjen në këtë zonë. Kandidati tjetër të ditë i ka humbur edhe siklet. S'ka siklet. Pra nuk po i del kush për zot. S'po i del për zot as partia vet, as PS, as LSI, as PDK, por ka një lëvizje të një deputeti i cili është i larguar nga PS-ja, por që e ka marrë përsipër për të bërë një fushat për interesa personale. Pas Toplanës, të gjithë më pas kanë parë nga afër gjendjen në fshatin Kishar, edhe kjo zonë harruar krejtësisht nga shteti, por që do të jetë në vëmendjen e kandidatit të Partisë Demokratike, Zef Hila, i cili në programin e tij ka të përfshira zgjidhjet e situatave më emergjente, por edhe investime të mëdha në këtë zonë, e cila ka resurse të mëdha natyrore.